shkuar te mekaniku pa nisur dita mirë. Do të çojmë që në mëngjes si mama single që jam. Kujdesem për djalin, për shtëpinë, për vazaret, të sigurojmë që asgjë mos më gojë në shtëpi. Dhe pastaj përballes me këtë gjëra që do të unë jam pun burrash. Po që më ka rënë. Ta bëj edhe këtë kush do na bëj. Edhe thon pastaj që do të barazi gjinore. Edhe më vjen keq për veten, që ndonjëherë diam edhe burr, edhe grua. Kam harruar të jem femër, nuk e di, vetë mendoj do të bëj ndonjë gjë për veten se është një ngarkesë që duket se po ti kupton të lirë komplet nga balanca. Tani makina spriti, për pak është gati, do ta marr, do i kene punë, do vazhdoj montażhin, do kanë në shtëpi, në shtëpi më pak tjetër ditë pune, me angazhime që ka shtëpia. Por sot do rezervoj diçka për veten. Do bëj diçka për veten dhe mendoj se e di se çfarë është. E do jeni ta provoj. Kishe më ndiqni, se besoj që do jetë shumë interesante. Maqinën e ke gati me drita, me pjesë gjenerike, kom të sistemi i drejtimit dhe të penimit. Okej, Gjeni, shumë faleminderit. Po mos kisha aty do ngelisha në rrugë me këtë makinë. Ka po të fare. Erdha burën që ka bukur me olëm të Suela, tani ndje më shumë femër, nuk pala fare kohë të ndrojë rroba se gjithi ta vrap, por të shkon në një vend, i cili do më zëtë gjithë energjinë time femërore. Më ndiqni. Me zi po pres, kjo është gjëja që besoj sot do më ndryshoj ditën. Po, shofe. Përshëndetje, Ilona. O, mirë se gjej. Mirë se erdhe. Në strehën tonë. Faleminderit. Ornela, sot kam kaluar një ditë shumë stresuese. Pse e dashur? Thuaj. Gjithë sfidat e mia si mama single, si profesioniste, që duhet ja dal edhe me gjëra që duhet bëj vetë si grua, por edhe ato që duhet bëj burri i cili mungon në jetën time. Dhe thash të vi të provoj një nga ato gjërat e tua fantastike që bën, ti je një psikoterapiste, por ke një mënyrë ndryshe se si i trajton klientët e tua. Unë punoj me pjesën e shpirtit, trupit dhe mendjes. Kjo terapi është ndryshe vërtet, sepse të shkarkon gjithë energjitë që ne marrim nga jashtë, të balanson energjinë femërore. Ja, kjo më duhet. Kjo më duhet, sot dua të ndihem femër. Lëvizja që ne bëjmë edhe lidhja që ne krijojmë me veten tonë, me shpirtin dhe trupin tonë, na krijon një balancë shumë të lartë. E ja më prezanto, ta provoj. Do jetë një eksperiencë ndryshe, e ndjej. Që kur kam lexuar aty për dram terapi, ishte një gjë që intrigonte shumë. Sot është shumë e ngarkuar kjo bota, sa njerëzit harrojnë që sa e rëndësishme është lidhja me veten, connection edhe me shpirtin. Dhe prandaj ngarkohen, nuk e kuptojnë nga vjen ky lloj stresi, aq të shkëputur janë. Po, ne në fakt përdorim edhe drumin edhe frekuencat, muzikën që na ndihmon të shkarkojmë energji. Kemi edhe vershin që na duhet për këtë lloj. As ke veshje të veçanta. Okej. Se duhet krijohet ndjesia. Do ish komplet në gjendje. Ja, unë tani nuk e di, ndihem një cigane vogël apo nuk e di çfarë mund të them. Sa i bukur që ka. Që në kohën e lash këto janë përdorur nga femrat për të krijuar atë ndjesinë e feminitetit. Femrat atëherë luteshin natyrës mëmës tokë që të merrnin dhe jepnin energji. Këtë bluzën dhe ngresh lart. Wow! Kjo lloj terapie në fakt nuk është aq e re. Kjo ka ekzistuar që në kohën e lashtë, që në kohën e Babilonisë. Sa antike. Po, shumë antike. Imagjino sa inteligjente kanë qenë gra. Po, bëheshin, gjithmonë kanë punuar me vete. Gjithmonë kanë punuar, janë kujdesur për veten e tyre. Jemi shumë brava ne gratë moderne. Kemi lënë veten tonë shumë brava, duke rendur. Me përvojën time si psikoterapiste dhe ritualet e lashta që bën të gjyshim, kam kombinuar të dyja mënyrat. Gjyshi ka qenë
gjyshim ka qenë sufist. Dhe unë jam rritur me këto tradita, me falje, me lutje. Pra gjyshi yt ka qenë shërues. Ua, sa qef. Pëlqen? Shumë. Po tani? Tani mund ta heqësh këtë. Okej. Gjash më bukur. E pëlqejnë gratë këtë lloj terapie? E pëlqen shumë. Vin? Jashmase, edhe vajzat edhe gratë. Vinë, ë? Po, të gjitha vinë për një problem të saktuar në jetën e vet, nga disbalanca që kanë në jetë, nga problemet me trupin që kanë, me shtyllën kurrizore, Me format fizike, me probleme format, shëndetësore. me probleme shëndetësore, me format fizike, me të gjitha këto. Kjo gjë i ka falur shumë qetësi dhe kënaqësi. Po edhe këtë. Okej. Kjo është gjarpri. Ka ndonjë simbolik gjarpri? Po, është transformimi. Ashtu, ë? Po, kundalini që ne, se është e lidhur me zimi, Zimi energjisë, energjisë. kundalini. Po, ndodh në këtë lloj terapie? Po, ndodh, se lidhet me çakrat. Pra këto janë aksesorë që i përdorin të gjitha vajzat e gratë që vinë këtu Po, i përdorin gjithë. kur bëjnë dram terapi. Po që ndihem bukur unë kështu, ha? Ua, sa do doja ta kisha këtë veshje çdo ditë. Tu mund ta kesh, ë? Dyrë një jam që ne bëjmë. Po. Se jo, do ishte ja ta provoj një herë dhe do them në fund se është terapia dur për mua apo jo, por më intrigon shumë. Nuk e di pse më ka ndjellur shumë kuriozitet. Do vendosim dhe këtë? Po, kjo lidhet me pjesën sakrale, Të çakrës. të çakrës sakrale, edhe natyrën, ëh, se kur lëviz me këtë, janë si pikat e shiu që bien. Sa interesante dhe nga përshpejnë që rrika dhe Shkarkon, pjesën e vibrimit. E vibrimit, Shumë dhe interesante. frekuencës. Sa bukur ngjan, Me shumë, vdiqja, fare. Tani jemi gati, mund të fillojmë me muzika. Në fakt, edhe kjo muzikë është një nga muzikat më të lashta që ekzistojnë. Kjo muzikë dhe frekuencë lidhet edhe me shpirtin dhe për drejtë. Se na balanson në mendjen, në trup dhe në shpirt. Më ke çuar shumë larg tani në imagjinat, në kohë. Pra dram terapia zhvillohet kështu, me këtë veshje, me këtë muzikë. Po. Jam gati, Ornela. Unë nisa të kërcej sipas ritmit, se ritmi të rrejt e të rejsh, po... Në fakt, ti e këtu me veten tënde. Nuk është se ka rëndësi shumë pjesa e jashtme. Ti e merr vetë ti bukurinë tënde nga brenda del jashtë. E gjithë energjia që nga baza kryesore të këmbët, sepse thonë që shputat e dhe këmbët janë një pjesë e zemrës, sepse sistemi kardiovaskular është pulpa ajo që pompon gjakun. Pompon gjakun. E vërtet, në ndihmon edhe për që më pra në ndihmon fizikisht, energjetikisht, sistemin tonë. Po, sistemi nervor, dhe zimin e asaj energjisë femërore që unë sot dua shumë ta ndjej. Edhe që gjithashtu dhe kjo lidhet që tani po filloj të ndjem shumë femër, shumë grua. Sa rëndësi ka, edhe mënyra se si ti vesh veten, është shumë e rëndësishme. Po. Filloj? Po, vazhdojmë. 1, lëvizim këmbë, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mua më vjen si kërcim arab ky, Ornela. Ti kam pas përdorur faraonët. Është një lloj udhëtimi, tradite që ka udhëtuar në vende dhe në kohë. Edhe sot po e provojmë. Sot po e përdorim. Tani më mëso pak me lëvizjet se unë nuk jam shumë e mirë dhe ka shumë rëndësi që lëvizjet jenë perfekte. Jo, nuk ka rëndësi të jenë perfekte. Nuk ka rëndësi të jenë perfekte. Çdo grua, çdo vajzë mund vi ta bëj këtë gjë. Nuk ka rëndësi se sa ti di. Mjafton të lëvizësh, të jesh e lidhur me veten tënde, me lëvizjen, ëh? Ja mirë kështu? Ja mirë? Po. Ja, për shembull, ne lëvizim pjesën këtu krarorit. Hop. Këtu. Hop.
Se bëj dot unë këtë? Po. Kështu? Sa hapet edhe pjesa e çakrës. Është ajo lëvizja e kobrës, po Po. s'jam shumë e mirë. Më duke veja çik qesharake tani. Jo, ti mund ta bësh këtë që. Ma mëso? Po, ta mësoj. Ja. Kështu? Wow. Po koka duhet. Qëndro më e lirshme. E nuk jam. Mos je i ngurtësuar. Liro. Liro, komplet. Liro. Hop, hop. Liro. Lirshoj duart. Hop. Hop. Hop, lëviz. Hop. Kështu? Vendosë duart. Hop. Sikur po, noton, Bravo. Bravo, shumë mirë. Shumë mirë. Hop. Ka diçka që t'je bën më mirë, se di pse. Tani është edhe era parë, Po, është era parë. Hop, vendosi dorën te. Pjesa terapeutike e integrimit të lëvizjes nga trupi ke mendja është e kombinuar për arsye se disa trauma edhe streset që ne përjetojmë kalojnë në indet qelizore dhe në trupin e njeriut deri në sistemin nervor. Vetëm fjalët nuk arrin të depërtojnë aq thellë. Kështu që prandaj kam krijuar Drum and Move për këtë arsye. E marrim, e lëshojmë. E marrim, e lëshojmë. E marrim, e lëshojmë. E marrim. Ktu janë disa programe që përdoren, si dance, meditation, qigong, flow, me lëvizje dhe kërcimi që bëhet për restaurimin e sistemit nervor. Ky është një kërcim terapeutik që ti më the punon edhe me pjesën- zonën chakrale, pra Po, me sakrale. chakrën e poshtme. Si fillim ne bëjmë ushtrimin, ushtrim, hop. E kjo ndihmon, në pjesën e belit, në pjesën e energjisë sakrale, rrit vitalitetin, Më kreativitetin. kërcet këmba këtu. Po, sepse nuk është je e lirshme, është e bllokuar. Ashtu, Po. Wow. Çka kërcitje më jep? Po, më pak është një lëvizje që në përditshmëri s'bie në një rast se ta bësh këtë lëvizje. Po. Ka nevojë të qërohet, pjesa e belit. Ua, qa kërcitje! Wow! Po unë që nga më ndryshur fare, po Ernela. Ua, se që e bukur me që ndjesie, mo. Ua. Këmpan tjetër. Okej. Hop, marrim me sjelljen. Hop. Pse janë të rëndësishme duar, që Se lëvizje krijon- duarve? Rrjedhshmërinë. Edhe kjo më kërcet, Wow! Po nëse unë e praktikoj këtë kërcim terapeutik, kjo kërcitja do më Lirohet. Lirohet. Do të krijoj më shumë fleksibilitet. Gjithë gratë që vinë këtu janë më të lirshme pas 1-2 javë. Okej. Edhe ndihen sikur po fluturojnë. Nuk janë më në atë gjendjen e bllokimit. Ua, ma të dy Se është një anë. lidhje midis tokës dhe universit. Që krijohet. Sa Gjithë bllokimi. interesante. Dhe ky është një kërcim Ornela ekskluzivisht për gra, Po, për gra. I bëhet një restart sistemit nervor për gjitha traumat dhe bllokimet që ne mund të kemi. Shumica e fushës së mjekësisë e kuptojnë shumë mirë pjesën
se si ndikon sistemi nervor në lidhje me lëvizjen, sa e rëndësishme është të jesh aktiv, të aktivizosh këtë energji, të balancosh veten tënde. Ka shumë gra që interesohen për këtë lloj kërcimi? Po, ka shumë. Pasi unë e krijova këtë gjë, shumë gra treguan shumë interes dhe janë gra që din ta mbajnë veten, janë fisnike, janë businesswoman, edhe fakte kanë shumë problem që ka kaq shumë disbalans energjish mashkullore femërore, se do të bëjnë një punë të trefisht. Unë e di shumë mirë se sa ti gjithashtu e ke të nevojshme sepse je një mama single, edhe Ja, pra kam nisur ditën sot do të balancosh energjinë tënde kaq shumë, edhe unë të mirëpres. Do doja shumë ta provoj që sot të kuptoj pak energjinë, se si do ndihem, edhe pse jo. Po, ta vazhdosh. Nisja një rrugtimi të ri për mua. Më pëlqen të eksperimentoj gjëra të reja. Është dhe një art, sepse të lashtit kush e përdorin artit? Sofistët, kush e përdorin? Edhe në fakt, Ornela, gjithmonë arti është parë edhe si një formë terapeutike, çdo lloj forme artit. Çdo formë, patjetër. Besoj këtë pjesën që edhe ky kërcimi. Nga praktika ime dhe puna ime që kam bërë ndër këto vite me vajzat dhe gratë, me probleme të ndryshme emocionale dhe probleme të ndryshme mendore, ka rezultuar që lëvizja është gjëja më me rëndësi që mund të bëjë njeriu. Pjesa e lëvizjes, shkarkimet që ndodhin dhe emocionet që dalin në sipërfaqe të vajzave dhe grave, ne i përdorim në psikoterapi, ka më shumë efekt, sepse ne punojmë nga trupi te koka, te mendja, ndërsa psikoterapia është vetëm qëndron vetëm tek mendja. Sa ndjellësh si pos, duket sikur ti krijon një lloj ndjellje, Fisnikërie, krenarie, që Dhe duhet është posturë që krijon shumë. transmetoj edhe femra në vetvete. Pa ma mësoj që këtë, se më pëlqej ka shumë, ma mësoj që mirë. Kështu? Tu, pa. Mua më vjen të kërcej kështu tani. Po, ti mund të Pa rregulla. Po, tani mund të kërcesh pa rregulla. Ndërkohë që ne bëjmë lëvizjet, krijon dhe kjo, pjesën e tingullit, se kjo tingull, në fakt, ne sapo jemi bërë në barkun e nënës, ne dëgjojmë rrajet e zemrës së nënës, kur jemi bebe. Po, Dhe kjo gjan imiton tingullin e rajes së zemrës. Ta lidh neve me çdo gjë, me universin, me Zotin, me pjesën divine. Ua, sa interesante. Kërcej me ritmin e zemrës. Ua, që ndjesi, ha? Po, sepse ne lidhemi me çakrat, shiko? Sa interesante. Ne sot punojmë me këtë çakrën këtu. Ne punojmë me sakrale, që është çakra rrënjë. Çakra që na lidh me materien, me botën, me gjithë Me realitetin që na sigurinë, prekim. me frikat tona. Ja, unë për shembull kam shumë frikë gjarë për që ti ma ke vënë në dorë sot. Po prandaj ta vura dhe unë. Që të mos kesh më frikë, po krijosh atë sigurinë tek vetja, qëndrueshmërinë, balancën te vetja. Kjo është gjëra kryesore që ne mësojmë. Ajo balanca është një fjalë kaq e thjeshtë, po sa punë ka Pastaj aty lidhemi me brenda. zemrën, fillojmë edhe rritemi nga kreativiteti, me çakrën e tretë, sistemit energjetik, sepse punojmë me pjesën Plexus solar që është çakra këtu, Po. Pastaj me zemrën, Hapi me energji. pastaj me throat chakra, Çakra e fytit. Pastaj dalim te çakra sakrale, çakra Kurorës. kuror. krijojmë fisnikërinë, krijojmë Po.
një energji divine, balancën e plot, qëllimin ton në jetë, na vjen çfarë qëllimi ne kemi në jetë. Kush jemi ne? Unë sot kam një qëllim, do të ndjem grua, femër. Do të zgjoj gjithë vitalitetin tim, gjithë energjinë time femërore. Edhe jo vetëm ta zgjoj, po edhe ta manifestoj në përditshmërinë. La ta vesh me vete, ta kem si. Po ke mirë, te energjia që ti do marrë sot dhe marrësh me veten tënde. Edhe në përditshmëri, në punë, në gjëra që duhet përballem, ndoshta edhe me sfida si sot. Të jem, nuk dua të jem ajo gruaja burr, duhet të jem kjo. Po, të krijon një feminitet në një fisnikëri në përditshmëri. Shumë e bukur. Një grua fisnike. Po të llohemi. Ndon gjithave. Do të merr në një mend. Që të ndjesh që ekziston thuaj se në një herë jemi të mpirë në jetë dhe harrojmë që Ngadalë arrin që të krijosh një lloj balance, vëllai. Mëson se balancohesh, e lidhesh. Bravo. Do të lidhesh edhe ti pak, prandaj po e bëj edhe atë që lidhesh në çik. Lidhe me trupin. Po mirë, po e bëj pak më ngadalë. Fundi mbeti. Po ku i bëjun të gjitha këto më Ernela për një ditë. Të ndihmon të tonifikohesh, se kam nevojë që të tonifikohem të barkut e krahut. Për barkun është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Po pjesën e krahave, duke qenë se lëviz. Edhe krahët, po. Ti zbukuron dhe krahët, po, pastaj këmbët patjetër, se këto lëvizjet kështu kapin edhe këmbët. Një rrugë e shumë punë themi ne. Një rrugë dhe shumë punë. Kjo është një rrugë dhe shumë punë. Se lidhet shpirt, mendje, hormona, të gjitha i kene këtu balancë. Të gjitha toksinat. Gratë thonë që këtu është si kur bëjmë 10 orë palestër. Ashtu, Se kur bëjmë palestër atje në djersisin. Nësa këtu djersisin pikoj. Ashtu, Po. Thonë që i ndihmon dhe me dhimbjet. Por mua për shembull që rri gjithkohës në kompjuter dhe kam shumë probleme me këtë pjesën e cervikales. Po, ndihmë të pjesën e mesit. Më fleksibël, se ndihmon belin, ndihmon qafën. Ornela, çana ka bërë kjo jeta moderne kështu ne? I ka dëmtuar, mendoj unë, gratë, energjinë, të gjërat. Shumë shpesh tek vajza dhe gratë sot me këtë zhbalancimin e energjisë femër-mashkull. Shumë është mase. Dhe si e manifeston një grua me sjellje kur është në zhbalancim hormonal? Duket që në mënyrë se si qëndron. Ja, për shembull bën një analizë të trupit tim. Tani ti duke shyll, tani ti ke marrë një nur tjetër. Po kur erdhe si isha? Kur erdhe si erdhe. Si erdhe kështu domethënë, me atë sjelljen tënde kështu, burrore, Ashtu si më sjell rruga, siç më sjell jeta. Po tamam. Tani do të rutinën tënde. Po mirë, kur po iki me këtë fundin, kështu dhe po shkoj edhe në shtëpi kështu. Edhe ti çudis gjithë njerëzit. Po. Je po e merr atë energjinë, e merr atë lloj. Jo, më pëlqen shumë kjo postura që ke ti. Mënyra si qëndron, shpatullat kur lëviz. E gjitha ka bërë punën e vet, qigongu, yoga, lëvizja, janë shumë teknika që ti ke integruar në gjithë. Shumë teknika që unë përdor. Terapi që ti bën. Është shumë interesante se si psikoterapeut e ke integruar shumë disiplina, shumë teknika. Këto terapi që unë përdor ndryrojnë thellën e energjinë në shpirtin dhe në balancën e trupit. Po, dhe në pjesën fizike pastaj. Pjesën fizike. Ngrimna, bashkë me emocionet ngrinë edhe pjesa fizike. Në bllokimet
sepse kjo është një terapi somatike. Somatike, në fakt, po. Dhe që ndihmon për çfarë? Ndihmon në lërimin e këtyre traumave që ne Traumave që mund të kemi. Ne mund të kemi. Prikrave ankthit. Po. Unë të doja shumë të punoja këtë pjesën e ankthit. Aktualisht jam duke u mjekuar për këtë gjë, kam bërë dhe psikoterapi patjetër para disa vitesh, por tani kam gjetë shpëtimin me mjekimet, por dua të largohem nga skema, po. Ne e dim se sa efekte anësore ka çdo lloj medikamenti që nuk kanë shumë efekte anësore dhe ndonjëherë mund edhe të varesh edhe. Unë nuk i kam sugjeruar kur, përkundrazi kam sugjeruar terapit natyrale dhe si që shkon të pjesën psikomatike. Mund ta heq mjekimin unë duke hyrë në praktika gradualisht, patjetër, duke lënë mjekimin edhe duke bërë të lloj terapie, mund të çlirosh shumë, shkarkosh traumat, stresin, anktin që të shkrijuar në trup. Kështu që je mirëpritur të vish, mund të duash. Po, me shumë dëshirë, më të rej shumë në fakt. Do doja ta gjeja kohën. Je mirëpritur. Sepse nuk e kam ditën aq të thjeshtë, më duhet të vrapoj midis shumë gjërave, por do përpiqem të gjej patjetër kohë për vete. Në mëngjes ose në darkë nuk ka rëndësi se kur ashtu siç e gjeta sot, sepse e kuptova që po dilja komplet nga sistemi dhe po i thava vetë Elona çfarë po bën? Pra po këto janë gjëra që duhen bërë patjetër, dikush duhet i bëjë. Nuk është thjesht një argëtim që mund të bëhet, por është edhe më një praktikë edhe shumë shpirtërore. Tash po më vjen vetëm të kërcej. Tash hajde kërcej Mornela. Ja, këtu te Beli unë për shembull jam hiç e mirë. Shef si dita drejt Beli? Jam e ngrirë, qa kam? Je ngutësuar, pra ke blokuar. Jam e blokuar, po duhet lirohesh. Po si më Ornella, më mëson. Shi se jam, një trung që përpiqet të lëviz. Hop. Si e ke mësuar ti Ornella këtë kërcim? Kam kohë që e përdor, por gjithashtu kam marrë trajnime nga jashtë. Tani mundoj që të shkarkosh sa më shumë. Të dridhesh, po. Po si e bën? Po, kështu, ja. Hop. Po, bravo. Lëshoj duart. Hop. Kështu? Po. Hop, tu. Tu. Hop. Duhet vetë si kukull e kurdisur. Bëj tani kundalinin, hop. Tu. Okej. Kështu? Kështu. 1, 2. Hop, anash. Hop, duart lartë. Hapi krahas, po. Tu, po. Lëvizë duart, këmbët. Hop, tu. Hop. Unë të shoh ty dhe demoralizohem. Jo, s'ke pse. Se di pse u dashurova me këtë pozën. Të gjithë dashurojmë atë pozën. Po, ka shumë e bukur. Po. Ka shumë feminitet. Po. Shqipe, duke sikur i tregon botës që ti ke autoritet, je grua, pra grua dhe autoritet. Kështu më vjen mua. Po këto veshje sa të bukura. Imagjino, të shkoj unë nesër në punë kështu. Krijon një lloj natyrshmërie, snikërie që ose për shembull sot që tënde, një ëmbëlsi në veten tënde. Shumë. Që është shumë e nevojshme për gruan ta kesh. Po, patjetër. Imagjino, sot për shembull kisha shkuar te servisi makinës kështu. Apo kishe të drejtë. Kjo të lodhka, më krijoj lodhje fizike apo dirësisht tani. Po. Si fillim, pastaj shkarkon energji, toksina dhe pastaj krijon energji. Ndihesh më energjike, ndihesh më. Pra shkarkon edhe toksina. Po. Apo shpejt që punon me sistemin limfatik, bën një lloj drenazhi, ja? Po. Drenazhi, me sistemin kardiovaskular, limfatik dhe sistemin nervor,
Sepse lidhen të gjitha sistemet, siç Shiko se çfarë zbulova sot. Gjëja më e bukur në botë dhe gjëja më e shëndetshme në botë. Imagjino ti jesh në natyrë, kështu. Të parët tan i bënin këto terapi në mes të zjarrit, dëshironin dhe bënin lëvizje. Por edhe këtu unë e krijoj këtë ndjesinë e natyrës me Palo Santo, me smooth, edhe me shërinjt, aroma shumë sepse le të themi ato flakën që krijohet në natyrë ne bëjmë edhe këtu, me Në shërinjë. spiritualitet thuhet se flaka është ajo elementi që krijon atë lidhje midis dy botrave, fizikës dhe shpirtërores. U dashurova. Unë mendoj që ne gratë e ditëve të sotme kemi mësuar të kujdesemi shumë mirë për këtë pjesën e Paraqitjes së rutinës fizike, mirëmbajtjes. Po dim shumë pak për gruan brenda nesh. Kjo tim me vetë. Kam përshtypjen që kam pas një lloj inteligjence karakterin, shumë interesante. Një lloj inteligjence shumë të thellë gratë. Se duhet ta mbrojnë në trupin e tyre, se duhet ta mirëmbajnë vetën e tyre. Bëj duart, hop, edhe flow. Këtu, hop, ke zemra. Në gjën rajt e zemrës. Mos më rrotullo shumë se më ikën, më vinë zogj për dallë. Këtu, a? Nga dal. Në kohë që krijon lidhje, atë krahët. Rrotullohet pak nga ana tjetër? Po, nga ana tjetër. Kështu? Rrotullohu, nga dal. Mendoj që me kaq mjafton si për herë të parë. Sa pak mu është dukur. Kjo seancë sot mu është duk shumë pak. Po si të duka. Je pak e gurt, duhet pak punë të vish. Era e parë gjithmonë njoja me këtë gjë. Pastaj fillon edhe si çdo gjë, por do të them Ornela që më tërhoqë. edhe bëhet hap pas hapi çdo gjë. Normal se nuk mund të fitohet gjithë dija edhe gjithë praktika në një ditë. Jo, kemi Ai që mund të them sot është jo, e shijova shumë. Faleminderit dhe ishte fiks gjëja që do kisha dashur ta mbyllja ditën sot. Me gjithë atë vrapi, me gjithë atyre sfidave, me gjithë atyre punëve, doja të bëj një gjë për vete dhe kjo ishte fiks ai gjë që mund të them që më solli tek vetja ime, kam ndier veten, edhe shumë më ka dhënë një ndjesi shumë lozonjare, tamam prej gruaje, prej kokete. Faleminderit shumë. Më bëhet shumë qejf që ndier mirë. Më ndihmove ta përjetoj këtë eksperiencë edhe që nuk është thjesht një argëtim, pavarësisht se unë argëtova sot, po ka shumë benefite edhe kam përshtypjen që do i ndjej edhe në vazhdimsi. Po, mund t'i ndjesh, gjithashtu duhet që ti praktikosh të vish të paktën 2-3 muaj e ndjesh atë efektin edhe të arrish që të zhbllokohen të gjitha traumat që ti ke në trup. Si e kupton ti që unë kam trauma fizike? Nga bllokimet, nga kërcitjet që ti pate. Ato kërcitjet ishin shumë të mërshme, edhe këtej. Po, ngurtësimi që ti ke në shpatulla, në... Të pjesën këtu për shembull që tek ty më duket kaq bukur, kjo lëvizja e kraharorit, do dua shumë ta bëj dhe unë, ose është çështje praktike. Patjetër që edhe shtylla kurrizore, është e ngrirë, sepse ne jemi në pozicion fight or fly, domethënë lufto ose ik. Gjithkohës edhe. Imagjino sa ngarkuar është sistemi nervor këto momente. Ndërkohë që kjo të bën të lëshon, të bën të lidhesh me natyrën, sepse kjo ka frekuencat e natyrës, ëh? Po ja, unë ndjeva ajër, unë ndjeva lule, lotus, unë ndjeva erë, shiun e kemi këtu. Po ishte vërtet një përbërje shumë e bukur. Të falenderoj vërtet nga zemra. Të lutem, jemi pritur të vish sa herë të duash. Me shumë dëshirë. Kjo është shtëpia jote. Me shumë dëshirë. Jemi pritur të vish sa herë të duash. Faleminderit, sa herë të gjej kohë për veten që duhet ta bëj patjetër. Patjetër. Faleminderit. Mirë të gjeta. Ándale.